të së djeshme në për rrjetet sociale. Po, është vërtet, në pas vite, ka qenë një studie modën të Komisarikës dhe ka kriju shumë dome të mëdha. Për fat nuk kem pas dome në njerëz, po kem pas dome materiale. Jem pa një orë të vojnë në ekipit tonë, në bashkëpunim me policinë, me emergjencën e zjarrifisat. Pandej shumë edhe për kompanisë e konferanda, cila më të vërtet për njëra ka dalë shtetë dhe ka do pasimin e shtetit. Sot me gjesë, kem ftu bordin, kem kriju 3 komisione për vlerësimin e domeve, komisionin bujqësi, komisionin arsim dhe në shërbime publike. Ekipet kanë vazhduar sot në terren dhe nesër besoj se ta kemi një statistikë më saktë se janë kriju dome në Komunën e Sarikës. Kemi problem, kemi me 2 shkolla, ku 2 janë komplet plazët kanë rënë. Jo dhe që këtë vit kemi probleme financiare, nuk kemi kod emergjent, kështu që të shijojmë çfarë mund të bëjmë për habilitimin e shkollat që të bëhen gati për 1 shtator me vijim mësimi të vitit shkollor. E përmendet fondin emergjent zotri Muharremaj, pra po dëshmohet vazhdimisht duke ju referuar edhe rreshjeve që kanë ndodhur viteve të kaluara, dëme të cilat ndoshta ende nuk janë kompenzuar, teksa dëme të reja veç po shtohen, apo jo, zotri Muharremaj? Po, është vërtet, jo e një ngjarje po mduket, gjatë televizionit ne kemi ndërzuar, domethënë, vlerësimin e domeve dikon në muajin e janar shkurtë te Komisioni Qeveritar i Republikës Kosovës dhe matutit dëmet nuk janë kompenzuar. Për fat djeftova kryetarin e Komisionit Qeveritar që mor pjesë, domethënë, dolëm terrenin zbashku me pa për sa afërmi, dhe kështu që ne sot kemi obligim që ta bëjmë vlerësimin e domeve, këto dome të kalojnë me një vendim në Asamble Komunale dhe këto të fidorëzohen në Komisionin Qeveritar të Republikës Kosovës, parasysh se ne nuk kemi fond emergjent dhe nuk kemi se si t'i kompenzojmë. Deri më tani, sa ka raportime për dëme në shtëpinë